Edi Rama dhe Ilir Meta, dy liderët e koalicionit fitues së zgjedhjeve të 23 qershorit, janë takuar në selinë e Partisë Socialiste. Meta, pas shumë vitesh, kanë gjitur shkallët e Partisë Socialiste, ku për rreth një orë është takuar me Ramën në zyrën e tij në katin e dytë të Partisë Socialiste. Burime nga Partia Socialiste i than Top Channel se Rama së bashku me Metën kanë ndjekur së bashku zhvillimin e seancës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku është diskutuar për mandatin e qarkut Lezhë dhe atë të Kukësit. Zyrtarisht, PS dhe LSI nuk kanë dhënë detaje të këtij takimi, ku padyshim përveç zhvillimeve në KQZ, duhen të jenë biseduar edhe çështje që lidhen me qeverinë e re. Ajo që pritet nga të dy liderët është përcaktimi jo vetëm i programeve, por edhe i përbërjes së qeverisë së re. Për këtë të fundit ka ende shumë mister, edhe pse nëpër korridore qarkullojnë shpeshherë emra të ndryshëm për ministra apo lista ministrish. Kjo ishte vizita e parë e kreut të LSI-s në selinë e Partisë Socialiste, që prej 26 maj 2006, ku Meta nënshkroi së bashku me Ramën dhe aleatët e tjerë të majt, një marrëveshje që i parapriu zgjedhjeve lokale të 2007-s. Gjatë ditëve të shkuara, Meta dhe Rama janë parë të takohen sistematikisht në ambiente të ndryshme në Tiranë, por edhe në Bregdet, në jug të vendit. Të tilla takime pritet të intensifikohet në ditët në vijim, pasi struktura qeverisë së ardhshme dhe emrave që do të përbëjnë kabinetin Rama, krahas diskutimeve brenda strukturave të Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, mbeten një ekskluzivitet i dyshes Rama-Meta.